ftoj një tjetër personazh I cili më njoftojnë se ka ardhur dhe është drejtori I Radio Shkodrës Dashamir Dini në 2 periudha të kontributit të tij këtu në radio, por edhe si gazetar në fillimet e tij. Natyrisht Dashamir Dini është një njeri që është inspiruar nga radio, një njeri që është inspiruar edhe nga puna e nënës së tij, speakeres Radio Shkodrës Eftali Dini, me mbi 20 vite kontribut në mikrofonin e radios, por që më pas ka vijuar në ecurin e tij. Unë ftoj faleminderit inxhinier Paçi dhe ftoj pikrisht zotin Dashamir Dini në këtë takim që lidhet pikrisht me radion, me jetën e tij këtu dhe me ecurin e tij në vite. Mirë se erdhët. E kalojmë në studio pikrisht kamerën, kënaqësi që u kam në studio. Edhe për mua kënaqësi që jam me ty në studio. Natyrisht unë pak më herët ju prezantova si një njeri inspiruar nga radioja. Po, sigurisht është e lidhur që me fëminin time, me punën që bënte nëna ime që ishte këtu speaker e Radio Shkodrës, drejtuese e emisionit muzikor më të njohur të kohës, Radio Posta. Sa gjë e bukur. Në rolin e muzikologës, domethënë një sër punë sepse kolektivi ishte shumë I vogël dhe I takon domethënë që ngarkesat të shpërndahej të më ngarkoheshin një çik me punë. Unë kisha fatë se dyrt hapeshin dhe në finin time të isha në studiet e Radio Shkodrës në pjesën teknike, të një shifsha se si manovron të Mati Ubani, Shuar, Maksut Basha, një teknik I mrekullueshëm, më pas gjithë tjerë që erdhen, kështu që kam pas një marrëdhënie intensive me radio. Ju kanë thënë ndonjëherë Po, tjetër, shpesh, sepse unë isha fëmijë, domethënë në një farë mënyrë, domethënë isha I pa kujdesshëm. I fëmijë gjithmonë është I pa vëmendshëm. Mikrofoni ka diçka specifike apo jo. Por rasti që solli që ju të vini në radio si gazetar, më pas në 2 periudha të ndryshme edhe si drejtues I radios. Po. Periudha parë që erdha si gazetar, unë erdha nga mësues në Duvegjin, erdha në 84-shin. Këtu për një vjet. Ne edhe bëna gazetarin e terrenit këtu në Radio Shkodra. Me pas jam këtu në 2008 deri në 2010 si drejtor. Me pas në 2014, mos u gabosha 2014 po, si drejtor deri në 2023. Kështu që janë periudha historike. Po gjatë kohës nga 2000 pas domethënë mos jeni drejtorisë, kam qenë gazetar për 20 vite. Mendoni se radio është një personazh I fuqishëm I qytetit? Patjetër, është një institucion, do thosha, ku flitet I një mën pulsit të jetës një komuniteti, unë do thosha se në shumë vende radio vazhdon të jetë e vlerësuar. Radio ka individualitetin e vetë, sepse në jetë mënyrë individuale televizorit imponon dën pak kolektivitet, se do t'i nënshtrashje e tjera, ndërsa radio e metet personale dhe shumë intime në raport me njeriun. Domethënë, ajo mund të jetë pjesë kudo. Një radio mund ta shoqërojë njeriu edhe ka komoditet, po. Ka edhe misterin e vet, do thosha, sepse ti dëgjon, po nuk sheh. Edhe parafturon atë çfarë bëhet. Po, nxiti çik fantazi, po bën pak poet në kuptim, bën pak poet. Është magjia e radios. Pikërisht ashtu. Prandaj në amerikanë dhe kanë shpenzim kohët, e kanë 60% dëgjimin radio, po ashtu edhe italian 50%, shumë vende. Bile në traditën e amerikane ka një met që fjalimet më të rëndësishme presidentit I majnë radio. Kështu që radio metet e vlerësuar, metet e interesante, tash që është në Itali, vunare, stacionet e radios, këto taksit I kishin radio shumë simpatike, prezentues shumë simpatik, radio modernizu, ka fitu shkatësi, do më thënë drejtuesit e radios gazetart, e sugjerojnë, e sjellin materialin, e sjellin bukur, do më thënë që me të tërhek, me të një, dhe me u bë pjesë. Do më thënë,
mu vetë bë pjesë e emisionit. Jetë me të jashtë, po futesh brenda emisionit. Kështu që Radio Metet gjithmonë një atraksion i veçantë, metet një vlerë e veçantë për njeriu, është një mundësi komunikimi. Ju keni bashkëpunuar me stafe të ndryshme, gjë që ju kanë lënë edhe atë gjurmët në kohë të ndryshme, gjë që kanë lënë edhe gjurmët në periudha të ndryshme të jetës, apo jo? Domethënë fazën e parë ishte periudha e praktikës punës. Emisionet ishin shumë të kontrolluara, ishte një dhe kështu. Nota Radio Posta non-steme ishte më demokratike. Por edhe ajo nuk është leju me thanë me emna, vetëm një punonse në ndërmarrjen e megjithatë do thosha një gjë në aspektin profesional, profesionalizmi kishte, pavarësisht nga politizimit, nga kishte gazetari, do thosha. Në periudhën e më vonshme kam ardhur në 98, në 2000. 2000 unë gjeta radion e vjetër, paka shumë kishin ngel dhe futa emisionet e drejt për drejt aty dëshmitare. Gjithkush kishte fashë orar, përfitova nga fakti që Shkodra s'kishte drita asaj kohe, gjet me një gjenerator dhe u bëm të nishëm se ishin radiot e dorës në qarkullim dhe ne vum një raport me qytetarët dhe kishte një njeke edhe një vendin në një kohë shumë të errët kur drita s'kishte, asgjë s'kishte, domethënë kishte zënësi, ne u përposëm me dhuru një atmosferë, një oazë gëzimi, komunikimi, me telefonata, kishim rreth 200-250 telefonata në ditë në për emisione dhe u arrit ti vetë ke pas emision shumë interesant, domethënë studio e hapur në atë. Po në atë kohë po ishte ftove drejtorin e policisë, ftove prokurorin e përgjithshëm, domethënë ishin pa intervista në rrugë etj, janë disa situata që ne i kemi përjetuar. Gjithë sollën e risit, domethënë komportuan me firmën e re, sepse transmetimi dhe drejt për drejt atë kohë tek ne si ishin futë. Edhe kështu që Radio Shkodrës i dhash një impulstri, po themi, për të futë te koha dhe gjithë e përballun shumë mirë, ndonë se kishte një farë frige, siç ashtë edhe periudha e dytë kur futme edhe kamerat në radio, kamerat e Facebookut edhe këtë. Janë të gjitha hapa e curie dhe që janë gjurmë e curie dhe profesionalizmi të stafit të redaksisë dhe të teknikës bashkë. Ja tani unë dua të përshëndes pikërisht nga regjia 2 teknikët që janë Agim Drinazi por dhe përgjegjësin e teknikës Balmir Hysa, duke shprehur respektin tim më të mirë dhe mirënjohjen për realizime të bukura. Dua t'ju falenderoj shumë që ishit në këtë maraton dhe t'ju uroj gëzuar 80 vjetorin e radios. Edhe gjithashtu të gjithë bashkë ta gëzojmë, është një event edhe për Shkodrën. Nuk është thjesht e institucionit, domethënë është të kesh një radio kaq vjetër që ka qenë e ka shoqëruar jetën shkodrane në çdo moment, ka marrë gjallë artin, muzikën e saj, ka marrë gjallë ditët e saj, ngjarjet e saj dhe i ka pasuruar, domethënë me më të mirën e mundshme, gazetarë që kanë punuar me përkushtim për dhënë më të mirën e tyre. Kështu që ky ka qenë zëri i Shkodrës dhe kam parasysh. Edhe do jetë gjithmonë. Edhe do mbetet. Në këtë momente ju falenderoj shumë.